do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kuksit. Asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limjon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë lënë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër, jo vetëm që vjet pasurin publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shpresë, e di dhe Edi Rama.
Po do reqe nuk